Federata e Futbollit ka inicuar procedurë disiplinore kundër Shkëndijës me pretendime se sipas raporteve zyrtare gjatë ndeshjes Shkëndija-Pelister në Tetov janë regjistruar incidente serioze drejtuar ndaj 4 shes së arbitrave, përfshirë kërcënime, hedhje sendesh dhe tentativë për përleshje fizike. FFM-ja në komunikat thot se gjatë ndeshjes nga publiku vendas janë hedhur në fush monedha metalike, çakmak dhe shishe plastike. Gjyqtari 4 është goditur me çakmak dhe monedha metalike, ndërsa në drejtim të tij është hedhur edhe një mjet imprekt, I cili ka rënë pranë tij. Po ashtu sipas komisionit disiplinor të FFM-s, një person I pa autorizuar ka hyrë në fush dhe I ka sulmuar verbalisht gjyqtarët. Pasi ata kanë hyrë në ambientet zyrtare, I njëjti person I ka ndjekur, I ka fyer dhe ka tentuar të përleshet fizikisht me ta, thuhet në njoftimin e federatës. Përveç kësaj procedure, komisioni disiplinor ka shqiptuar edhe disa sanksione ndaj individëve në futbollin vendor. Trajneri I KF Makedonia Gjorgje Petrov, Bazhe Iljovski, është dënuar me ndalim të ushtrimit të funksionit për 1 muaj. E njëjta masë është shqiptuar edhe ndaj Dejan Leskarovski nga radhët e Struga Trimlum. Me pezullim prej 2 ndeshjeve janë përballur edhe 2 futbollistë, Filip Todorovski nga KF Kozhuf dhe Martin Bogdanovski nga KF Novaci.